Kërcim në pishinë. Garuesi duhet të kërcej nga trampolina mbi pengesën e vendosur dhe të hedhet në pishinë. Dy garuesit janë në duel se cili kërkon më lartë. Ata kanë të drejtë të kërcejnë në çfarëdo mënyre. Lojën e fiton garuesi që kërcen më lartë. Kjo lojë ka 20 pikë. Pra, siç e pam edhe prezantimin, kemi ardhur te sfida e fundit. Ta shohim se cili do ta luaj këtë lojë. E kam propozimin shumë interesant. A propozimin a do të luaj? Donati. Propozimin e kam shumë. Ele, edhe neve donat. Donat. Në rregull. Kush do të nga ekipi ju boni? Do ndrosh mbathjet për ne. Po. Nuk do jesh me ato. Jo, normalisht. Kam një propozim. Ja, bi fe sepse s'ka flokët dhe s'lagin, domethënë s'ka ç't lagje. Laget lesh. Propozo diçka. E nisi për neve. E nisi për ekipin e ju. Do ish plaj. Femi ju kërkon që unë të garoj për ekipin e milionerit, por... Je bosi milionerit. Isha. Po mirë, shumë t'i ka. Atëherë kalojna në studion 2. Edhe lagemi. Shohim garën e fundit. Femi ju... Po.